Hey, miqtë e mi, përshëndetje. Uroj që të keni kaluar një ditë me energji të bukur pozitive, se ka shumë rëndësi se çfarë energjie japim vetes tonë për të filluar të përdorim dhe mendjen, imagjinatën për të sjellur pranë jush gjëra të bukura. Dhe tani dua të ndaloj pak tek ferma. Ferma VIP 2 po futet, si thonte Arber Hajdari, jo shina. Po futet në përshinat e trenit dhe si që duket do të kapë një popularitet shumë të madh. Alba Pollozhani po bëhet kryefjala e kësaj ferme. Të gjithë banorët sy tek Alba. Kam ndjekur me detaje situata, të gjithë fermerët i kanë sy tek Alba. Në spektaklin e fundit, Agaj e dënoi Big Mamën dhe Erandin në shtëpinë e fakirit. Shtëpia e fakirit është një shtëpi, nuk është edhe aq e keqe, është çik si luksoze si shtëpi, por Big Mama dhe Erandi duhet të flenë së bashku. Por tash në këtë shtëpi është bashkuar dhe Alba, edhe një fermere tjetër. Krye fermeri i shtëpisë, që në këtë rast është Andueli, i përzgjedhur nga Silvana, në momentin kur Silvana u largua nga ferma, merr rregullat nga Agaj dhe shkon i transmeton tek të gjithë fermerët në fermë. Dhe duke dhënë rregulla, natën e mbrëmshme kishin darkën e shumë pritur në shtëpinë e fakirit, Big Mama, Alba dhe të gjithë fermerët e cilët ndodhen në këtë shtëpi. Siç duket, banorët nuk qasen dot me natyrën se si mendon Alba, nuk qasen dot me natyrën se si vepron Alba, dhe le ta themi e bullizojnë Albën në thonjza. Unë të ta quaj e bullizojnë. Tani, unë e di që Alba nuk është kaq vajzë që nuk kupton, por kam arritur ta kuptoj që është strategjia e saj për të nxjerrë këta banorë nga vetja dhe për t'i çuar drejt nervozës, e bën lojën më interesante. Gjatë gjithë kohës, kur Alba ka treguar që i dashuri i saj është një backman, edhe kur ai do të vinë në shtëpi, do të bëj namin, etj. Banorët apo fermerët janë duke ja përdorur këtë gjën. Dhe Alba normalisht nga të gjitha bullizimet, nga të gjitha fjalët e thëna, sepse në shumicën e rasteve shoh që ka konflikte edhe me Bigun, pasi që Bigu është pak një karakter, le të themi, i nxitueshëm në ca gjona dhe merr ca vendime të shpejta për t'i fol detajet. Ato patën një lloj konflikti ku i tha Big Mama ti ose bën ose je. Ose nuk kupton, ose këtë e ke strategji. Por unë mendoj që fermerët nuk kuptojnë të arrin që Alba të gjithën këtë gjën e ka strategji. Alba të gjithën këtë situatën e ka strategji dhe mundohet që të gjithë fermerët t'i vënë në lojë. Dhe në spektaklin e radhës që në fakt është sonte, jam shumë i bindur që të dy opinionistët si Zhaku si Castro Zizo do ta gjykojnë lojën në formën se siç e gjykoj unë. Që Alba ka një lloj strategjie dhe strategjia e saj është kjo që t'i vë në kurth të gjithë fermerët dhe do nxjerr më të mirën e vetes time ndërsa tu nxjerr fytyrat atyre. Dhe këtë gjë nuk ma merr mendja që Alba do ta pranon sonte sepse ka si strategji, por mendoj që opinionistët, ndoshta jo në një lidhje të drejtë për drejtë me fermën, mund ta përdorin si gjë apo mund ta komentojnë si gjë në fakt këtë situatë. Dhe çuditërisht është kjo që mua më befason për faktin sepse më falni. Fermerët e tjerë nuk arrin do ta kuptojnë. Më pas çfarë bëri Alba? Alba filloi që të qanë nga pjesa e shtëpisë së fakirit që i bie përballë me fermën kryesore dhe fermerët po e shihnin dhe Limi, që unë e kam thënë që Limi ndjen diçka për Albën edhe pse merret edhe me Ester, po jep komplimente, mundohet që të merr vëmendjen e Ester, edhe pse Nur është shumë e dhënë pas Limit, gocat vazhdojnë të bëjnë këtë luftën në thonjza ndërmjet njëra tjetrës se kush do të jetë më i afërt tek Limi. Në këtë rast është Limi që ka vëmendjen më shumë tek Alba. Dhe Limi ishte i vetmi që i shkoi Albës, tani nuk e di nëse lotët e Albës në këtë rast ishin vetëm për të marrë vëmendjen e Limit,
dhe për të afruar sa më shumë Limin afër vetes së saj, apo ishin thjesht një moment që Alba nuk arriti dot, domethënë të menaxhoj veten e saj dhe ndjeshte e thyer, shpirtërisht ndjeshte e lënduar, ndjeshte e mërzitur. Dhe këtë gjë unë e ndjeva edhe nga Erandi, I cili tha kur u zgjova tha në mëngjes, pasi që ai fle me Albën në dënimin që ua ka dhënë Agaj, tha unë e pash që Alba ka një boshllëk të madh, edhe mënyra se si ajo dridhe, domethënë kur qan, mua tha më jep një pikpyetje se çfarë po ndodh me të. Unë mendoj se nga Alba do dëgjojmë një histori shumë të rëndë të jetës së saj, do dëgjojmë një histori shumë të vështirë, do dëgjojmë një vuajtje të madhe, dhe derisa Alba është kaq e vetmuar dhe lufton kaq shumë me njerëzit në botë, mendoj që është ky fenomeni që është ky shpirti njeriu që është aq I papërmbushur, aq I thyer, aq I dhimbsur, sa që ka frikën se çdo njeri do t'ja bëj po të njëjtën gjë. Ka bërë një lloj, le të themi Alba, një lloj revolucioni në jetën e saj, për këtë më duhet ta them, sepse nga vendi ku vija Alba dhe me punën, me jetën që ka bërë Alba, domethënë në përputhen, më pas në për një reality show siç është Ferma që aty mund të krijon emocione me Limin, paragjykimet janë pjesa kryesore dhe mendoj që paragjykimet e kanë dëmtuar shumë imazhin e Albës, apo jo imazhin, po njeriun e Albës, Albën brenda vetes saj. Dhe kjo ndodhen tek shumica e artistëve, të cilët ndeshen me një gjuhë të rëndë të njerëzve, sa që thua ti që domethënë ti personalisht lufton kritësisht me djallin për të arritur atë qëllimin tënd. Dhe në këtë rast unë e shoh Albën po të tillë. Dhe nga mënyra që Albën po mundohen ta bullizojnë dhe Alba po e bën në shtëpi këtë të paditurën, që në të kundërtën Alba shumë inteligjente, Alba shumë e zgjuar në mënyrën se si ka përzgjedhur ta luajë këtë lojë dhe që po I merr në dorë të gjithë fermerët, domethënë kur të gjithë fermerët kanë fokusin te Alba, ashtu siç e kam thënë edhe për Big Brother, në momentin kur të gjithë banorët kanë fokusin te një banor, automatikisht ato e suportojnë atë jashtë. E njëjta gjë po ndodhen edhe në fermë me Albën, ku të gjitha fermerët merren me Albën. Alba prishën rregullat në lojë. Alba krijon dinamika interesante. Alba është pjesë e diskutimeve më të forta. Alba derdhën lot. Alba ka hatërmbetje. Alba po krijon emocione. Alba po krijon ndjesi. Do të thënë, është Alba shumë dimensionale brenda një formati që në fakt e shikoj që do të bën namin. Nuk ka dalë në femër në Big Brother apo në fermën VIP që të merr vëmendjen, zakonisht këto kanë qenë çunat. Kam pritur që Andrea të jetë pak më I zëshëm, por e shikoj që të gjithë vëmendjen e merr Alba dhe kjo është çuditërisht e befasueshme me këtë që po ndodhen në fermën VIP. Unë doja të marr mendimin tuaj se si e shikoni ju qasjen e Limit, të Albës, të Big Mamës dhe të gjithë banorëve të cilët e kanë të gjithë fokusin tek Alba.